Atëherë, sot do të flasim për disa vazo misterioze që janë gjetur në Egjiptin e lashtë. Sipas arkeologëve, këto vazo janë ndërtuar rreth 2000-2500 vjet para Krishtit, në periudhën kur dinastitë e para të Egjiptit u krijuan. Por ajo që është misterioze në këto vazo është se ato janë të ndërtuar në precizion shumë të saktë, precizion që edhe sot ta kishin shumë vështirësi me teknologjinë që kemi, si dhe teknologjia e përdorur në atë kohë, që supozohet të ishte shumë e prapambetur, ose jo si në kohët e sotme, por në lartësi njerëzit kanë qenë të aftë që të prisnin granitin, i cili është edhe më i fortë se çeliku, por që ata jo vetëm që kanë qenë të aftë të presin granitin, por madje të japin formë që ata duan pa bërë asnjë gabim. Si shikoni këto vazo për shembull, kjo vazo është bërë në mënyrë shumë precize. Nga analizat që janë bërë, arkeologët kanë dalë në përfundimin se teknologjia që është përdorur për këto vazo duhet të ketë qenë shumë e sofistikuar edhe për kohën e sotme. Por që sigurisht arkeologët japin datim me hamendje, por ajo që dyshohet është se këto vazo nuk janë ndërtuar nga egjiptianët, por janë ndërtuar në një periudhë shumë më të lashtë, madje në njëjtën periudhë kur janë ndërtuar edhe piramidat. Ka shumë studiues që mendojnë se këto vazo janë rreth 12.000 vjeçare, pra mund të jenë ndërtuar në njëjtën periudhë me piramidat, si thashëm parë, por ka nga ata që i shtyjnë akoma më tuti, që pasi mendojnë se piramidet mund të jenë 100 ose 200.000 vjeçare, edhe këto vazo janë të ndërtuar në njëjtën periudhë. Për shembull, një nga analizat që janë bërë këtyre vazove është që pjesa e tyre, pjesa sipër, është aq e sheshtë sa edhe sot me teknologjinë që kemi nuk do të mundet ta kishin bërë atë të pjerësi. Me fjalë, është aq e sheshtë sa që edhe sot nuk kanë arritur ta bëjnë në mënyrë të tillë shkencëtarët. Pra, duke studiuar historinë antike të njerëzimit, ne mund të themi se sa më i lashtë jetë një artefakt, një objekt që është zbuluar, aq më shumë është përdorur teknologjia e përparuar mbi të. Tani kjo është misteri më i madh, sepse pyetja që linde është kush e ka disponuar këtë teknologji kaq të përparuar? Dhe pse ajo u harrua? Pra kush ishin njerëzit që e kishin atë dhe pse e harruan teknologjinë? Ose ndoshta dikush e ka pasur, ai dikush është larguar. Edhe njerëzit nuk e kanë pasur njerëzit teknologjinë. Pra pyetja që lind është kush e ka zotruar këtë teknologji kaq të sofistikuar? Nuk po flas vetëm për vazot, po flas edhe për shumë zbulime të tjera, të cilat do t'i trajtojmë në video të tjera. Pra, kjo është videoja jonë e parë, shpresojmë që video të tjera të jenë edhe më të mira, me kualitet më të mirë dhe më interesante. Ju falenderoj.